Hoxha, ke ndonjë gjë për të shtuar? Mos u kthehem gjërave që tha Koli, më mjafton vetëm një element. Brenda një harku kohor për një muaj e gjysmë, kam ndodhur një seri episodesh. Por në fundit ka një reagim, ora çfarë po ndodh? Çfarë edhe njerëzit pyetën çfarë po ndodh? Aq më tepër që kemi të bëjmë me një biznesmen që është i deklaruar, ka i jetë publike, është aktiv në rrjetet sociale. Pra minimalisht policia për t'ia hequr të kusurin vetes, që po i thonë që s'po reagon. Ora çfarë po ndodh? Prokuroria çfarë është duke bërë? U diskutuar edhe para u morën as u morën kamera. Ato ja u morën. Cila është masa që është bërë? Nuk ka rëndësi se kush ndodhet në këtë rast që lloji zoti Meksi. Nesër mund të jetë një tjetër. Më bën përshtypje, para mos gaboj një viti, një pronar tjetër media pati vetëm një telefon. Një telefonat vetëm. Dhe u ngrinë kem gjithve. Spaku, direkt Spaku. I morin hetim, shkoi pronari vetë dha deklarime, u thirr personi tjetër, veproi Spaku. Mbase deri në fund Spaku mund të thotë kjo nuk është kompetenca ime, mund ta çojë prokurorisë të Tiranës, mund ta ndjekë prokurori i Tiranës. Por në rastin konkret, duke qenë një çështje të cilën media vazhdimisht qoftë vetëm kjo media, po i heq media të tjera. E ngre për ditë dhe po kërkon një zgjidhje. Ora zgjidhje sido që të jetë, e që edhe qetësosh njerëzit. Sido që të jetë, më çfarë do që të jetë. Çëndsi ka motiv, nuk po hyn tek ajo ku shihet mrapa. Por duke patur eksperiencën se si ndodhin ngjarje të tilla në këtë vend dhe kur ato kanë një intensitet të tillë që fillojnë pak nga pak, dhe ato vazhdojnë edhe e rrisin dozën. Dhe kur ti nuk shef reagim, ore mbase presin këta të mitralohet, kemi rastin e të asaj medias kombëtare Top Channel. U vra roja e ngrit atje. Edhe ajo pa autorësh sot e kësaj dite, po ne nuk mund të jemi pafundësisht me këto ngjarje dhe të presim vetëm kur të kemi pasoja të rënda, si sot, pa flisim për aksidentin Durrës. Parlamenti mbajti 1 minutë heshtje. Ky parlament duhet të ndryshojë ligjin, s'më duhet heshtje atyre. S'më duhet heshtje, mbajtën kërkuan 1 minutë heshtje, parlament. Për tragjedin e mbajnë një orë aty se ata kotrin e kupton, po në parlamentet ata kotrin nuk ka rëndësi. Patjetër, po ata duam ne, ata e kanë dorë, ata bëjnë ligjet. Po pikërisht. Dhe në rastin konkret që kemi të bëjmë me, aq më tepër që kemi të bëjmë me pronarin e një media, me një pronar të disa bizneseve që ka biznese specifike në disa fusha specifike të këtij vendi. Atëherë si është e mundur që nuk ka një reagim? Çfarë pritet? Se kuptoj çfarë pritet. Por sido që të jetë, nuk po hy, u s'po fare me rëndësi ka që të autoritetet të ndalojnë tek. Unë kaloj për ditë e rruga kush me thosë eksplozivi. Atje nuk ka nevojë, çka ka shej pallatet, ty janë pallatet e vjetra ato, pallatet peskaçe, kim parasysh. Jehona asaj në momentin ka ndodhur shpërthimi, atje ka qenë e tmerrshme. Ç'si ka, po themu me motivet. Fakti që bëjnë kaq haptazi në këtë formë dhe pa u trembur, në fillim të vinte dera televizionit. Pastaj të presin diku tjetër, pastaj të vinë tek biznesi. Dhe nuk shoh reagim mbrapa, atëre më duket se po shkojmë drejt një situate shumë të njohur, e cila gjithmonë bilancin e ka mjaft problematik. Dhe pastaj, kur të fillojmë ne të reagojmë, do të jetë vonë, sepse pasojat e kanë çuar në një rrugë të pakthyeshme. Si ndodhin gjitha gjërat në Shqipëri. Pikërisht, pra duhet të i paraprisim, të parandalojmë diçka që duket qarta se çfarë rrugë po shkon. Tash unë s'po hy fare, s'po merr fare. Nuk do të lodhem tek se i tha Koli motivet ato, por tek rasti konkret, rasti parë, rasti dytë, rasti tretë. Si ja hoqën patentën herën e parë 1 muaj, herën e dytë 1 muaj, herën e tretë 1 muaj. Erdhi të mori përpara ai. Tani nëse ti s'reagon. Bjeri i thoi zotit hallit të televizionit, vlla dili për zot vetes, shko me një kompani private atje, ose shko me ca gangster, trinat e poshtë dera ata, dhe sa afrohet njëri. Po nëse ne do ta lam ti zgjidhim punën me gangster në këtë vend, ne dim bilancin e gangsterëve. Bilanci tyre nuk është koka të hënçin. Ata kanë vrarë, ke parasysh një banakiere, një kamariere, kanë vrarë qytetar pa fajshëm. Dalën për leshën mes qytetit. Dhe ti nuk po reagon për më tepër kur kemi të bëjmë me një media. Ajo zonja që doli Amas, po shumë mirë ishte shqetësuar. Por si s'reagon fare. Fare më zero. Kur fjala për media. Po zero, është i mirë. Çdo që ti e thash, shumë mirë bën në rastin e kaluar, para një viti, që vetëm për një telefonat aty biznesmenit, reagoi Spaku. Ajo e parandaloi situatën. Tani në rastin konkret. Qartë. Kemi në një skemi. Shiko, ka një gjë, nëse ka dhënie mesazhi,
duket se gjysma e punës është zgjidhur, se mesazhi ka burim, ka përcjellës, transmetues mesazhi, ka dhe marrës. Marrësin konkret e dim kush është, kujt i adresohet. Tani, nëse ai po përcjell, ai nuk e ka përcjell kështu në çeftas, që është njëri që nuk e dim kush është. Ai që e përcjell mesazhin ekspozohet, pra i tregon atij që pikërisht pra në këtë kuptim ti mund ta gjesh farkollaj se kush është ky që i përcjell këto mesazhe dhe nëpërmjet atij që përcjell mesazhet mbaron historia. Çështja është që këtu duket që ka mungesë vullneti për të shkuar deri në fund apo frikë apo nuk di se çfarë kjo pastaj vlen shifet, por që do thotë përsëritja pastaj bën me faj institucionet, jo ata që i bëjnë krimet. Bregu, faleminderit. Faleminderit ju. Do të shihemi ndoshta pas 2-3 ditësh. Këtë punë kemi tani, do të ulemi të diskutojmë për shumë problematika. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Tani kalojmë në një moment tjetër të rëndësishëm, besoj unë. Gjykata e lartë sot ka marrë një vendim. E ka marrë ndoshta edhe për shkak që tani në burg rande këta të mëdhenj fare. Po më mirë ta marrë një vendim që mund të jetë i drejtë, kur bien të mëdhenj në burg, se sa të mos e marrë fare. Sepse gjithmonë diskutohej, vazhdimisht diskutohet tu te ne që ore, ka më përpara shumë të para burgosur e të gjitha. Po nuk dëgjonte njeri, po edhe kush pyet për të varfrin, për të shkretin. Ranë këta të mëdhenj tani. Gjykata ka marrë një vendim të rëndësishëm, që ndoshta është vendim shumë i mirë. Ka goditur arrestin me burg. Gjykata, Anton. I ka rënë kokë tani. Tani, Akoma si ka rënë. Ka patur ditën e sot me një vendim të rëndësishëm, për sa i përket masës së sigurisë arrest me burg. Tashmë gjykatat duhet që përpara caktimit të kësaj mase ekstreme, të marrin në burg, të rëmbejnë dhe të futin në burg, të shqyrtojnë dhe arsuetojnë pse masat alternative të sigurisë nuk mund të aplikohen. Nëse të gjitha masat e tjera nuk mund të aplikohen, atëherë të merr dhe të çon në burg. Po pse ata duhet ta deklarojnë aty që pse nuk mund zbatojnë këto masa? Për shembull, po themi është kriminal shumë i madh dhe vret njerëz të tjerë, ose ikën janë mbath me njerë. Po them unë, sa kuptoj unë. Fshe provat. Po, ose fshe provat, i fshe provat, ka fuqi të fshe provat e gjitha, pra duhet të argumentoj që ta marrësh në burg, sepse ndryshe ti do mbushësh burgjet pastaj si që i ke mbushur dhe kam shumë të paraburgosur në Shqipëri se sa të burgosur. Do të vëzhe, ka rëndësi ky vendim apo jo tani? Apo këtu një burg i madh ashtu aty? Ky është një vendim në fakt pavarësisht kontekstit, sepse është tjetër gjë konteksti, ky është një vendim shumë i rëndësishëm. Për çfarë? Pra, gjykata, kolegjit e bashkuara të gjykatës lartë sot, 16 gjyqtarët që përbëjnë gjykatën, e morën prej datës 9 prill, që ka qenë gjetën një rast, një episod, dhe prej atij rasti arritën sot në një vendim unifikues, i cili ndryshon vendimin unifikues po të kësaj gjykate.